në zemër të New Yorkut, në rrugët e tij janë para automjete me billboarder digjital, ku shfaqet fotografia e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me mbishkrime skandaloze. Në to pretendohet se Kurti dhe regjimi i tij po arrestojnë dhe shqetësojnë fëmijët serb, ndërsa në një tjetër shkruhet se varrezat dhe komuniteti serb po dhunohen vazhdimisht. Fotot e kësaj fushate u publikuan nga sociologu Derdan Kadaj, i cili ka quajtur këtë veprim fort alarmant dhe një përpjekje të ratës të Serbisë për të manipuluar opinionin publik perëndimor. Është fort alarmante forma që propaganda serbe po merr në perëndim, pra përtej lobimit në forumet politike, Serbia tashmë po investon edhe në billboardera për të ndikuar opinionin e gjerë publik. Propaganda serbe në zemër të New Yorkut, sulm kundër imazhit të Kosovës, ka shkruar sociologu. Analisti politik Eduard Gashi thotë se akti i Serbisë nuk është i rëndësishëm. Sipas tij, Beogradi ka zgjedhur New Yorkun për të bërë propagandë sepse aty ndodhet Selia e Kombeve të Bashkuara dhe sepse në këtë javë bëhet Asambleja e Përgjithshme e OKB-s. Serbia ka nisur një ofensivë të re propagandistike në New York, duke shfaqur billboardera digjital me fytyrën e kryeministrit Albin Kurti dhe me akuza të rreme ndaj shtetit të Kosovës. Në këto mesazhe vizuale pretendohet se Kurti dhe regjimi i tij po arrestojnë dhe shqetësojnë fëmijë serb dhe se varrezat e komunitetit serb po dhunohen vazhdimisht. Ky akt nuk është i rastësishëm, ai është pjesë e një strategjie të menduar mirë për të njollosur imazhin e Kosovës në sytë e botës. Pse në New York? Beogradi e ka zgjedhur New Yorkun sepse aty ndodhet Selia e Kombeve të Bashkuara dhe sepse këtë javë po mbahet Asambleja e Përgjithshme e OKB-s, ku mblidhen lider më të fuqishëm të botës. Serbia synon që përmes këtyre billboarderave të tërheqë vëmendjen e ndërkombëtarëve dhe të krijojë dyshime artificiale ndaj Kosovës në opinionin publik dhe diplomatik amerikan, deklaron Gashi për Bota Sot. Serbia përpiqet të paraqiten si viktimë ndërsa Kosovën ta paraqesë agresore, thot Gashi, gjërsa shton se për qytetarët amerikanë që nuk kanë njohuri të thellë për rajonin, imazhet e tilla mund të krijojnë tymnaj. Çfarë synon Serbia? Kjo është një përpjekje për ta kthyer narrativën përmbys. Serbia, e cila vazhdon të mbajë të papërmbyllur konfliktin në Ballkan, përpiqet të paraqitet si viktimë ndërsa Kosovën si agresore. Propaganda serbe përpiqet të prodhojë emocione negative dhe të manipulojë perceptimin ndërkombëtar në një moment kur Ballkani është sërish në fokus të mediave globale. Për qytetarët amerikanë, shumica pa njohuri të thella për rajonin, imazhe të tilla mund të krijojnë tymnaj, por për institucionet amerikane faktet mbeten të qarta. SBA-ja është dhe mbetet aleati kryesor i Kosovës. Rreziku qëndron jo vetëm te politikat zyrtare amerikane, por te lobimi i Beogradit për të ushqyer narrativ të rreme që mund të përdoret kundër Kosovës në forume të ndryshme ndërkombëtare, shprehet analisti. Sipas tij, Kosova nuk duhet të bie pre grackës së Serbisë dhe përgjigjja më e fuqishme është rruga diplomatike dhe paraqitja e fakteve. Ai konsideron se është jetike që Kosova të reagojë shpejt me dinjitet dhe profesionalizëm, duke përdorur çdo rast për të treguar të vërtetën. Kosova nuk duhet të bjerë në grackën e Serbisë duke hyrë në një betejë propagandistike të ngjashme. Përgjigjja më e fuqishme është rruga diplomatike dhe paraqitja e fakteve. Raportet ndërkombëtare tregojnë qartë respektimin e të drejtave të njeriut dhe të minoritetit në Kosovë. Diaspora shqiptare në SBA dhe institucionet kosovare mund të ngrenë fushata pozitive që tregojnë realitetin e Kosovës një shtet demokratik me institucione funksionale dhe multietnik. Koordinimi i ngushtë mes SBA-s dhe BE-s është çelësi për ta demaskuar propagandën serbe dhe për të forcuar mbështetjen ndërkombëtare për Kosovën. Në politikën ndërkombëtare, perceptimi është po aq i rëndësishëm sa realiteti. Nëse propaganda serbe nuk kundërshtohet në kohë, ajo mund të krijojë hijet dyshimi mbi Kosovën, edhe kur faktet janë në anën tonë. Prandaj është jetike që Kosova të reagojë shpejt me dinjitet dhe profesionalizëm, duke përdorur çdo rast për të treguar të vërtetën. Billboarderat serb në New York nuk janë thjesht poster, ato janë një sulm frontal ndaj legitimitetit të Kosovës. Serbia po përpiqet të maskojë të vërtetën dhe të tashmen e saj agresive duke shpifur kundër një shteti të lirë dhe demokratik. Përgjigjja e Kosovës duhet të jetë e qartë. Ne nuk kemi frikë nga propaganda, sepse kemi faktet, të drejtën dhe aleatët tanë në anën tonë, përfundon Gashi.